Shqipëria, Kroacia dhe Kosova nënshkruan këtë javë në Tiranë një deklaratë për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, e cila bazohet në vlerat e përbashkëta dhe orientimin strategjik pro-perëndimor të tre vendeve. Deklarata angazhohet që palët të forcojnë kapacitetet e mbrojtjes duke thelluar bashkëpunimin në industrinë ushtarake, si dhe duke rritur ndërveprimin përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Gjithashtu, tre shtetet zotohen të bashkëpunojnë në luftën kundër kërcënimeve hibride dhe mbështesin integrimet euro-atlantike. Deklarata mbështetet në konceptin strategjik të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, duke synuar forcimin e aftësive mbrojtëse të tre vendeve, ndërkohë që kontribon edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Fakti që ky pakt i referohet strategjive të dy organizatave më të fuqishme ushtarake dhe politike perëndimore, tregon se nuk është një veprim i njanshëm i shqiptarëve dhe kroatëve, por gëzon edhe mbështetjen e heshtur të perëndimit. Nëpërmjet kësaj marrëveshje, NATO dhe Bashkimi Evropian i dërgojnë një mesazh të qartë Aleksandar Vučićit se nuk do të tolerohet hegemonia serbe në rajon. Përveç vendosjes së një balance të re të forcave në rajon, perëndimi duket se ka humbur durimin ndaj lojës së dyfish të Vučićit, i cili refuzon të distancohet nga politika agresive e Vladimir Putinit dhe të harmonizojë politikën e jashtme me BE-n. Perëndimi e ka plotësisht të qartë se politika bizantine e qeverisë serbe nuk kupton gjuhë tjetër përveç gjuhës së forcës. Mesazhi është i drejtë për drejtë. Çdo aventurë serbe në Ballkan me forcën e armëve do të mundet nga Aleanca e Vendeve Ballkanike me orientim pro-perëndimor. Kjo deklaratë praktikisht formalizon një aleancë ushtarake mes shqiptarëve dhe kroatëve, e cila ka rëndësi historike jo vetëm për sigurinë e dy popujve, por edhe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Nëse analizohen shtyllat kryesore të dokumentit, bëhet e qartë se ai synon të ndalojë ambicet hegemoniste të Serbisë, e cila duke destabilizuar vendet fqinje përmes veprimeve hibride, përpiqet të realizojë projektin gjenocidal të Serbisë së Madhe. Aleanca ushtarako-shqiptaro-kroate synon të zbrapsë planet agresive të Serbisë, duke e bërë të qartë se përballë kësaj aleance, e cila ka edhe mbështetjen e perëndimit, Serbia nuk do të mund të realizojë objektivat e saj për pushtimin e veriut të Kosovës apo të bashkimit me forcë të Republikës Serbe të Bosnjës. Në këtë kontekst, në Kosovë mbron interesat e shqiptarëve, ndërsa në Bosnjë mbrohen interesat e kroatëve dhe bosnjakëve. Kjo deklaratë është veçanërisht e rëndësishme për Kosovën, e cila në një përballje eventuale me Serbinë nuk do të jetë e vetme, por do të ketë në krah Shqipërinë dhe Kroacinë. Dy vendet e NATO-s do të ndihmojnë në armatosjen dhe trajnimin e ushtrisë kosovare për të përballur me një agresion të mundshëm serb. Përveç kësaj, deklarata e nxjerr Kosovën nga izolimi diplomatik dhe i siguron asaj dy lobistë fuqishëm në Bruksel për integrimin e saj në NATO dhe BE. Rëndësia e kësaj deklarate nuk qëndron vetëm në forcimin e aleancës strategjike me Kroacinë kundër politikës agresive të Vučićit, por ndoshta edhe më rëndësishme është thyrja e barierës psikologjike të qeverisë shqiptare, e cila deri tani ka ndjekur një politikë të kujdesshme dhe shpesh inferiore ndaj Serbisë. Me këtë marrëveshje, Shqipëria del hapur në krah të Kosovës, duke i bërë qartë Beogradit se çdo kërcënim ndaj saj do të shihet si një kërcënim ndaj të dyja shteteve. Për të shuar çdo iluzion të Serbisë për rikthimin e dominimit të dikurshëm në Ballkan, Aleanca shqiptaro-kroate duhet të zgjerohet me përfshirjen edhe të Bullgarisë, duke krijuar një unas të plot sigurie përreth Serbisë. Roli i Sofjes në këtë pakt është thelbësor për garantimin e stabilitetit dhe të paqes në Maqedoninë e Veriut, të cilën politika hegemoniste serbe, pavarësisht lajkave ndaj qeverive në Shkup, ende e sheh si Serbi jugore ose si një rikthim të banovinës së Vardarit. Përfshirja e Bullgarisë në këtë boshtë do t'i jepte fund çdo ëndre serbe për rikthimin e ushtrisë së saj në Maqedoninë e Veriut. Çdo përpjekje e saj për një prani ushtarake do të provokonte një reagim të fuqishëm nga Sofia dhe shqiptarët.
Këtë realitet e kuptojnë mirë qendrat shoviniste në Beograd, ndaj dhe Vučići reagoi në mënyrë histerike ndaj nënshkrimit të deklaratës mes tre vendeve ballkanike, duke kërkuar sqarime si të ishte ende në epokën e Federatës Jugoslave. Presidenti serb nuk friksohet vetëm nga bashkimi i faktorit shqiptar, por edhe nga aftësia e shqiptarëve për të krijuar aleanca strategjike me popull miqësor, me të cilët ndajnë vlera dhe interesat përbashkëta, siç janë kroatët dhe bullgarat. Ambicet e regjimit të Vučićit për një Serbi të madhe, me skenar të ngjajshëm me ato të Putinit në Ukrainë, po bëhen gjithnjë më pak të realizueshme. Përveç aleancës shqiptaro-kroate, të cilës mund t'i bashkohet edhe Bullgaria, një garanci e fuqishme për sigurinë e Shqipërisë, Kosovës dhe rajonit është edhe bashkëpunimi ushtarak me Turqinë. Si një aktor i vendosur por fleksibël në rajon, Ankaraja ka treguar qartë se nuk do të tolerojë përpjekjet serbe për të destabilizuar shqiptarët dhe bosnjakët. Nëpërmjet marrëveshjeve të sigurisë me Shqipërinë dhe Kosovën, Turqia i ka bërë qartë Beogradit, çdo agresion kundër shqiptarëve dhe bosnjakëve do të përballet me rezistencë të ashpër. Kjo aleancë strategjike midis shqiptarëve, kroatëve, bullgarëve dhe Turqisë ndihmon në mbushjen e çdo vakumi të mundshëm të sigurisë që mund të krijohet nëse administrata e ardhshme amerikane në udhëheqjen e Trumpit do të tërhiqte forcat amerikane nga Evropa. Ndërkohë, Bashkimi Evropian, si kujdestar për Ballkanin perëndimor, po i dërgon një mesazh të qartë Serbisë. Në Ballkan nuk do të ketë vakum sigurie dhe çdo aventurë destabilizuese e Serbisë do të ndalohet në forcës.